Ne e dojmë Allahun xhalla xhelaluhu dhe jemi rob të Allahut veç në qafën tonë është litari i besimit dhe Allahut, nga se dim se Allahu xhalla ora asnjëherë nuk na udhëzon ka dëmshmia. Nuk na udhëzon ka diçka që është e gabuar kur. Andaj veç Allahut i bindemi si mshel. Veç Allahut i bindemi para zero. Edhe pejgamberit alayhis salam për shkak se ai flet në emër të Allahut për çata. Andaj Allahu është ai që i nështroi para zero. E dojmë pa kufi. Sa të nxën zemra dashni, çaq ka në zemrën tonë për Allahun xhallahu ala. Çaq. Apo mushet plot si kupa që mushet apo gota ujë. Çaq mushet zemra besimtore dashni për Allahun xhallahu ala. Çaq. Edhe dy zemra mi pas, dy do të më mush për Allahun te barekutaala. 3, 5, sa mi pas apo krejt duhet më mush dashni për Zotin. Sa ai meriton. Allahu xhallahu ala meriton. Të tjerët pastaj i dojmë në një tek sa dashnie. Çdo dashni që e zvoglon nivelin e dasnisë për Allahun xhallahu ala i themi faleminderit. S'kem nevojë dashni. Kush do koftaj? Çdo dashni që i konkuron dashurisë për Allahun te barekutaala është dashuri e refuzuar. Nuk guxon me i konkuru as kush dhe as kësaj dashnie.